Elena Beko ka njoftuar se po largohet nga Skënderbeu i volejbollit të femrave pas një periudhe të gjatë dhe të suksesshme me ekipin Korçar. Në një postim emocionues në rrjetet sociale, ajo shprehu mirënjohjen për vitet e kaluara me ekipin dhe tifozët, duke theksuar se çdo moment ka patur emocione të paharrueshme. 31 vjeçaria falenderoi stafin, trajnerët, bashkëlojtarët dhe tifozët për mbështetjen e tyre gjatë gjithë kësaj kohe. Elena Beko ka qenë një figurë kyçe për Skënderbeun, duke luajtur si kapitene dhe duke kontribuar në rikthimin e ekipit në nivelet e larta të volejbollit shqiptar. Ajo ka qenë pjesë e skuadrës që fitoi titujt kampion pas një periudhe të gjatë, duke u bërë një simbol i suksesit dhe përkushtimit. Largimi i Bekos nga radhët e Skënderbeut le një boshllëk të madh te skuadra korçare, e cila po shpërbehet dita ditës, teksa para pak ditësh u largua dhe një tjetër volejbolliste titulare si Angela Mehmet. Nga ekipi i Skënderbeut është larguar gjithashtu në fund të sezonit edhe trajneri Orlando Koja. Gjithçka mbetet e paqartë sa i përket të ardhmes të Skënderbeut në volejboll për femra, pasi deri tani nuk ka asnjë njoftim se çfarë do të ndodhë me ekipin në sezonin e ri.